Kryeministri Edi Rama për më shumë se 60 minuta me detaje shpjegoi se investimi në Zvërnec është rësisht një marrëdhënie private mes investitorëve dhe pronarëve të tokës, ndërsa shteti nga propozimi e deri më sot me rigorozitet maksimal ka kaluar në filtr çdo aspekt i investimit të propozuar. Rama tha se fillimisht investitorëve ishte refuzuar projekti për të ndërtuar në Zvërnec dhe se leja ishte dhënë master planit pasi janë plotësuar kushtet e vendosura. Rama thot se deri më tani nuk ka një projekt arkitektonik të miratuar e as një studim mjedisor të përfunduar. Projekti ka nisur si interesim nga ana e investitorëve në vitin 2023 dhe ka nisur si një interesim bashkë me Sazanin. Dhe qëndrimi ynë qysh në ditën e parë ka qenë Sazani është tokë publike, ndërsa kemi thënë, për projektin e Zvërnecit duhet të shikoni pronat dhe pronarët, pasi ne nuk kemi tokë shtet aty. Bota e mbar flet për këtë projekt për shkak të njeriut që e ka promovuar projektin, Xharet Kushnerit. Projekti i vjetër, do t'ju informoj, është rrëzuar dhe është rrëzuar nga administrata shqiptare. Dhe ju është kthyer mbrapsh, dhe ju është thënë ndjes, po ne kemi kërkesa të larta dhe duam standarde shumë të larta. Toka është e regjistruar në hipotekë prej shumë vitesh. Dhe negociatat me pronarët, transakcion me pronarët, janë një çështje mes palëve në cilën ne as nuk kemi hyrë, as nuk ka qenë nevoja të hymë dhe as nuk kemi pas asnjë interes të hymë. Projekti nuk u miratua në formën e paraqitur fillimisht. Timit flasin vetëm për master planin. Është miratuar vetëm pasi janë plotësuar një nga një kushtet e vendosura. Në vitin 2024, nuk u miratua një projekt arkitektonik. Kryeministri foli për një investim rreth 4 miliardë euro, sipas tij një projekt i jashtëzakonshëm që do të përfitojnë fëmijët e Shqipërisë dhe shtoi se toka nuk u shfalur investitorëve, por ja kanë bler pronarëve, ndërsa zbuloi se kush po investon në Zvërnec. Projekt i jashtëzakonshëm si ky, ku partnerët të jashtëzakonshëm janë përbashkë për të investuar 4 miliardë euro, të cilin e kanë bler me para të mbikëqyrura në mënyrë strikte nga agjencia jonë kundër pastrimit të parave dhe nga partnerët ndërkombëtar që bashkëpunojnë me atë agjenci. 1 për 1, euro për euro me bankë. Dhe jo nga Izraeli, që mund të ishte fare mirë dhe Izraeli, po nga Katari.